Ju lutem. Domethënë, dita kur Rama do guxoj të çojmë parlament ligjin e shitjes tokave bujqësore të huajve, në atë moment Shqipëria përfundon. Sepse me atë ligj, në çdo zyrë notariale, Shqipëria quhet e shitur. Dhe nuk e kthejmë dot mbrapsht. Pse? Se sipas legjislacionit ndërkombëtar, në kushtet e sigurisë juridike, kur ti si shtetas i huaj, bazuar legjislacionin shqiptar, blen një tokë shqiptare, ajo tokë është për gjithmonë e jotja. Dhe ti nuk e kthen dot mbrapsht atë tokë. Pra nëse Rama do guxon të çonte atë ligj parlament, ai na ka shpallur luftë për jetë vdekje, sepse pastaj Shqipëria s'është më e jona. Dhe kjo nuk ka të bëjë me moral, nuk ka të bëjë me ide, me fabula. Ky është fakt fizik. Ky është konkret. Atë ditë që Shqipëria nuk do të kishte zgjidhur problemin e shitjes tokës bujqësore të huajve, por do të ishte toka e shitur të huajve, asnjë huaj përveç çufove. Unë pak zërë. Dëgjoj, ta kam shpjeguar teorinë e zgjatë. Mos e hajmë. Ta kanë futi 100 herë këtë nuk dëgohet mirë. Do ta kuptosh, ata që thonë nuk dëgohet mirë. Dëgohet si miza në qyp thotë vë zëri, po mos e ke TikTok. Jo, e ka është në YouTube, në po na shkruan. E po dëgjoj mua tash, ta them këtë gjë, përdor kufjet. Përdor kufjet dëgjoj mua. Sepse kjo është fabula se si të ndërpritet biseda. Endri, të përshëndes, faleminderit shumë edhe për kontributin që na mbështesni. Ta kam shpjeguar. Dhe kthehemi tash ka argument. Do të thënë, të kërkoj ndjes. Duhet të kujtoj të gjithëve që ditën që Rama do çoj atë ligj parlament, në atë ditë vdes çdo lloj diskutimi, nëse ne nuk e pushtojmë parlamentin dhe nuk e djegim çdo maskara brenda, ashtu siç është. Sepse atë ditë po miratuaj ligj dhe shkon për legjitimim me dekret presidencial, Shqipëria nuk është më e jona në kuptimin literal të fjalës. Ata kanë ardhur të blejnë çdo tokë bujqësore dhe është vetëm për ata ligje, dhe as për një anglez, as për asnjë amerikan. Është vetëm për çufët. Sot pashifsha një video që reklamonte kryetari i Bashkisë Dumres, deputeti Dumres, që kishin vajt në Dumre çufët për të parë tokat e Dumres. Unë kam thënë gjithmonë kur shikoni çufët që po shkojnë me pa tokat bujqësore, më kujton vetëm skenën e një anije turistike izraelite, në thonjza turistike, që merrte familje çufësh për të parë gazën gjatë bombardimit dhe kur vriteshin fëmijët, për të gëzuar ata se si atje po zhdukeshin, po shfaroseshin njerëzit dhe duke bërë me gisht shenjat e tokave që do merrshin ata, sepse kështu i gënjente mendja. Pra, ata futeshin në një anije turistike për të parë gazën në det, kur ajo bombardoi natën, dhe thoshte ja këtu do marrim shtëpinë, këtu do bëjmë këtë, këtu do marrim atë. Sepse janë njerëz psikopat, nuk janë njerëz normal, merrshin edhe fëmijët me vete, kupton? Për të bërë këtë gjë. Dhe unë kur i shoh këtë çufot që shkojnë në Shqipëri për të parë tokat tona bujqësore, më duket njësoj si ka anija e gazës. Me ndryshimin e vetëm që tu s'ka nevojë për të vrarë njerëz. Këtu këta po blejnë Shqipërinë me çekun e bardhë të bankës Jetbank, që janë paratë e Rothschildëve, që janë parat e printuara, janë parat digjitale, të cilat dalin nga hiçi në një projekt diabolik që zhduk kombin dhe dheun ton nga faqja e dheut. Dhe në atë moment diskutimi është nëse në parlament do miratojë ky ligj. Çfarë kuptimi ka dalin protestë? Do të ikë nga Shqipëria. Ose duhet të kemi kurajo të bëjmë atë që kanë bërë prindrit tanë, gjyshërit tanë më saktë. Mojnë pushkët. Kanë luftuar për adheun e tyre. Unë nuk kam nevojë për pushkat dite. Kam durët e forta, kam këmbët e forta dhe jam gati të përballem me çdo lloj kriminali të veshur me rrobe policore, sepse vetëm kriminal do kemi përballë, s'ka tjetër. Unë nuk ma bën syri tërë atë ditë është e kot që rrim në Shqipëri, nuk kam ç'bëj më. Ikën Shqipëria as duket. Dhe çdo shqiptar që ndjen vetë patriot atë ditë duhet të jetë aty. Do jem vetëm, do jem me 1 milion vet, do jem me 10.000 vet. Nuk e di. Po di them që çdo që do kem përballë, që do të kërkoj të ndaloj, do ta konstruoj armik. Pse do të konstruoj armik? Se po më ndalon të ndaloj pushtimin e Shqipërisë. Do ta konstruoj tradhtar. Asnjë polis nuk mund ta dalë përballë atë. Kur do të nisi kjo avokat kjo që thotë? Ditën që do jetë parlamenti, kur diskutohen, miratohen do ligjet. Jo, ditën që ligji i shitjes tokave do të çohet për miratim seancë parlamentare. Aty do të jemi të gjithë. Atë ditë nuk do të jemi të gjithë, atë ditë do të jemi për luftë të gjithë. Ajo është dita finale mbi dhe, sepse Rama atë ditë na shpall luftë për jetë vdekje. Domethënë atë ditë
A mos ndoshta duhet ndryshojmë pak strategji këto ditë të fundit para se të vim në shtator avokat që njerëzit të arrin të rikthehen asaj se çka dhimbje të madhe po i krijohet Shqipërisë për shkatrimin e saj, për dëbimin e shqiptarëve. Ta kuptojmë mos mirë se ndoshta me kaq ditë sa ka kaluar. Unë besoj që protesta 86 ditë ndoshta është bërë pak i vagët, është ftohur njerëzit që. Unë besoj që protesta e një shtatorit më konkret ndoshta. Protesta e një shtatorit duhet të ketë një format më të ndryshëm, protesta e gushtit dhe korrekt. E para. E para dyta duhet të korrigjojmë disa defekte ekstreme që i kemi në protestë. Që lidhë me fonin, me reagimin, qëndrimin. Po, si ka shumë komente për mikrofonin për këto, po? E treta, ne duhet të kemi një agendë të qartë se si do e rrëzojmë Ramën. Eksakt. Dhe unë jam këtu edhe për këtë gjë. E katërta, duhet të kemi një agendë qartë të paraditeve. Të filloj për shkallëzimi. Nuk do jemi në protestën më... Ajo e mazditës... Dhe edhe që kemi parë dherë tani. Dhe ajo mazditës është karikimi. Ajo e paraditë duhet jetë lufta, beteja, si. Nuk ka nevojë për dhunë. Po nuk ka nevojë as për të pas frikë nga policia, përkundrazi. Do ta edukojmë çik policinë, qeverinë, shtetin, se si duhet sillen me protestuesin paradite. E pesta, do të kemi një kod etike në protestë. Ç'është kodi etikës? Ne ke vërej që kemi 3 javë në presion të papar, në stres të papar. Çu ka ardhur një kusht apo? Pse? Se Rama dha urdhër që fillim. Kjo protestë nuk do ta kapi një shtatori.